Një tjetër sportist shqiptar shkëlqen arenën e boksit duke mundur vetëm brenda 58 sekondave kundërshtarin e tij nga Meksika, Abraham Pascual. I riu shqiptar Kristian Prenga, i cili ka bërë krenar jo vetëm mirëditorët, por gjithë Shqipërinë në ndeshjen e tij përballë meksikanit Abraham Pascual. Dita e fundit e muajit qershor ka qenë një ditë triumfi për Kristian Prengën, i cili u ndesh në Niagara Falls në Kanada, ndërsa fitoria e shqiptarit të talentuar u duartrokit nga dhjetra shqiptar që e ndoqën nga salla Kristianin që i bëri krenar në ring. Me thënë drejtën, unë kisha në fillim kisha shumë emocione për arsye se me erdhen në shok poshtë, shqiptarë dhe më thanë që është mbush stadiumi plot me shqiptarë, edhe po mendoja se po të hup mirë se të hup për vete, për gjithë të shqiptarë që janë tonë. Nuk dhja se ka të dile pastaj, që të bëha, ishte turp. Pavarësisht se ky është sport, do të me pranu humja dhe fitore, njani fiton, por faleminderit gjithë tyne, se këto janë forca ime, unë e pak të nuk mund fitoj. Ndeshja u zhvillua me datën 30 qershor në Niagara Falls, në Kanada, në kuadrin e Falls Series, të organizuar nga kompania e boksit global Legacy Boxing, me partner Les Woods dhe ish kampionin botëror të peshave të rënda Lennox Lewis. Ky është një tjetër moment kur shqiptarët kanë arsye të ndihen krenar për një tjetër fitore në përballjet ndërkombëtare në fushën e sportit, kësaj radhe në boks.